Live from Tirana. Live from Tirana. Ju ripërshëndesim nga Live from Tirana me shumë energji, me shumë dashuri, kudo jeni duke na dëgjuar nëpërmjet radios tradicionale apo nëpërmjet platformave të fundit teknologjike moderne nga çdo cep i botës që dëgjohet me shumë dashuri. Top Albania Radio. 11:11 është ora eksakte në këtë moment pa 9 sekonda. Le të presim pak çaste që unë të kap orën 11:11 se thonë që është sinjal nga universi. Po, 11:11 është fiks në këtë moment, e mërkur 16 prill me Danko DJ në pultin e transmetimit i cili përzjedh të këngë të bukura fare. Dhe ndërkohë ne tashmë jemi në studio me Artion Baka, ish konkurrenti për puthën, së fundmi opinionist i studiove të ndryshme televizive. Artion, mirë se vjen në program. Mirë se të gjeta, po unë kam dëshirë të bëjmë diçka ndryshe. Jo të më bësh ti mua pyetje, po të të bëj unë një pyetje i pari. A lodhesh o burr? Okay, thashë ishte një pyetje kështu e sikletshme. Asnjë lloj sikleti. Lodhem. Po ngeli duke i bërë gjitha dhe problemi është i joti se po i bën gjitha shumë mirë. Po unë të komplimentoj shumë edhe shumë kënaqësi të jem këtu me. Faleminderit. Lodhem, por problemi është që nuk kam ku ankohem, se shkoja ankohem të Danko për shkakun Danko thotë plak, un kam 700 evente për vete, kupton, 700 punë për vete, nuk kam kohë të merr me hallet tua. Dhe kështu në këtë formë zgjedh të mos ankohem. Për të shakave është e pamundur ne çdo ditë pothuajse kryesisht në një orë program të paktën në ditë ndryshme të javës kemi folur për Big Brother VIP, të program sensacional i cili prej 4 vitesh ka mbërthyer shqiptarët para ekranit, para platformave shqiptare nga çdo cep i botës, të gjithë bëjnë të njëjtën pyetje, madje 2 ditë kisha makinë në servis, merja taksi dhe u lodha duke marr taksi sepse shoferët duke dinë që unë punoj në top, fillojnë me këto pyetje vetëm për Big Brother. Çfarë ndodh aty? A bëhet me hile? A do ja japin Gjesit? A do ja japin Rozit? Kush shkon në finale? Domethënë është e pamundur të mos flasësh për Big Brother. Mendoj se Big Brotheri ka bashkuar dhe ka mbuluar edhe këto probleme dhe hatërmbetje që ka pas familje se i bashkon ekrani i Top Channel për ta ndihmuar. I bashkon. Si do e përkufizoje ti edicionin e 4 të Big Brother se një edicion nuk i ngjan një edicioni? Po. Atëherë, ç'është e vërteta është një edicion ndryshe, ashtu si çdo vit janë ndryshuar edicionet, dikush sjell diçka tjetër, personazhet kanë qenë interesant. Më pëlqen përzgjedhja që është bërë sepse gjithë kanë qenë të ndryshëm duke sjell diçka të vetën që i signifikon ata. Ka qenë një edicion me debate, me diskutime të forta, me tone të ashpra. Kanë sjell histori nga jashtë, kanë marrë histori nga brenda e kanë nxjerr jashtë. Domethënë lufta e këtyre konkurrentëve ka qenë shumë e fortë edhe në rrjetet sociale dhe jo brenda shtëpisë. Kemi patur disa momente që kemi menduar se ka dashuri të vërtetë. Janë shuar këto momente, s'kan qenë të vërteta. Kemi parë rikthime, kemi parë zhgënjime, kemi parë lot. Unë mendoj se ka qenë një Big Brother që i ka sjell të gjitha këto ngjyra që ne vërtet na pëlqejnë dhe duam t'i shohim. Ne si shqiptarë pëlqejnë këto telenovelat, madje edhe historia e fundit me këtë dasëm është një interes që publiku e ka pritur dhe më në fund ju dhurua. Mendoj se ka qenë një Big Brother i lezetshëm. Unë në krahasim me Treshin mund të përzgjidhja këtë si më të bukur. Më i bukur thua atje. Kush ka qenë kryefjala këtij edicioni? Kryefjala s'ka qenë vetëm njëri, mendoj. Kanë qenë 3-4 lojtarë, siç është dhe flet dhe vet fakti që janë të 4 në finale, të cilat kanë patur ato diskutime dhe fansat e tyre që kanë qenë të zjarrt. Diskutimet dhe personazhet mendoj që kanë qenë kryefjalë janë Gjesi dhe historia e tij me Eglin, asnjëri as tjetër nga këta dy, por dua t'i bëj të dy bashkë sepse mendoj që të dy kanë arritur që të ndërtojnë lojën në kurrizë njëri tjetrin. As njëri as tjetri veç e veç, të dy së bashku. Gjithashtu ka qenë Rozana, gjithashtu ka qenë Gerta me dinamika të shumta, por dhe historitë që ka sjell Laerti me historinë e tij personale, faktin që nxori Valbonën kokë më kokë, disa vendime tjera kanë qenë që kanë pas disa kryefjala dhe mua më pëlqen të jetë kështu, sepse lufta vazhdoi deri në fund dhe askush nuk e ka të sigurt fitoren, por do luftoj deri në momentin e fundit. Megjithëse këto banorë që janë në finale këtë javë kanë zgjedhur ta shijojnë, ta shijojnë të jenë krah njëri tjetrit. Okej, kanë qenë në një grup, në një koltuk gjatë kësaj eksperience, edhe nuk kanë zgjedhur të bëjnë debate. Danko po më thotë që duhet të shkojmë në reklama, por kur të rikthehemi kemi për të diskutuar disa pika shumë të nxehta të këtij edicioni në ditët e fundit. Rikthehemi sërish në program në Live from Tirana dhe vazhdojmë të jemi në studio me Artion Bakaj për të komentuar tashmë Big Brother Albania VIP 4. Artion, sensacioni i momentit, pavarësisht që një gjë jo e bukur për të parë, por që pash që ka poshtuar edhe mediat italiane, mediat të ndryshme ndërkombëtare, TikTokers të ndryshëm kanë folur për këtë gjë të huaj.
është incidenti që ndodhi mes ndjes Jozit dhe Gjestit. Perceptimi yt. Perceptimi im. Tani kjo është diçka e papritur që jam shumë i sigurt që dhe Jozi në sekondë fundit e ka menduar dhe e ka marrë si veprim. Për mendimin tim, faj kemi të gjithë si shoqëri, nuk ka vetëm ai, sepse jemi ne, po flas si shikues që rikthyem në shtëpi dhe i dham një mundësi të dytë. Ç'është e vërteta, njerëz tillë meritojnë që të marrin shembull që në gabimin e parë që bëjnë, që tek fjala, dhe jo të kenë një mundësi të dytë për të rikuperuar fjalën dhe për më tepër ta shpërdorin duke bërë një veprim të tillë. Është diçka e shëmtuar, sepse siç e tham dhe pak më parë, Big Brotheri ndiqet në çfarëdo lloj moshe pa dallim. Promovimi i dhunës është diçka me efekt negativ shumë të madh. Bëjmë promovim dhunë. Jo, nga ana e tij. Dakor, por këtu kemi bën me një reality dhe është e vërtetë, do dilja edhe këtu me gjëra të tilla. Do dilja edhe këtu, po është e vërtetë, por ç'është e vërteta, personazhe të tillë ndoshta i ka rëmbyer dhe egoja, ndoshta fakti që është një person hiperaktiv, nuk e vën diskutim që reality show këtë ka të gjitha ngjyrat, edhe ato të bukurat, po edhe këto, sepse pafund kemi pjesë të shoqërisë dhe kjo ndodh për ditë, ne shohim dhe në rrugë njerëz që zihen e çfarë nuk ndodh. Domethënë, nuk është diçka aq e pamundur. Pra, është diçka që ndodh, por nuk pritej realisht që të ndodhte për më tepër në gjysmën finale dhe në një event kaq të madh dhe kaq të mrekullueshëm. Është diçka që dënohet, e kanë dënuar shumë veta, kanë komentuar, të tjerë kanë mbrojt. Domethënë ka pas nga të dyja palët që kanë pak tek shumë video në TikTok ku dalin që e mbrojnë Jozi. Madje Jozi përjetoi një rritje të frikshme ndjekësish, gati 30.000, pavarësisht tani po lexoja që i kishin mbyllur Instagramin, po 30.000 njerëz dhe bashkohen Jozit në Instagram pas këtij incidenti. Si e shpjegon këtë? Kjo është shumë e dhimbshme sepse unë shifja dhe kur ka ndonjë video interesante unë bëhem kurioz, humbas nga koha ime për të parë komente se çfarë mendojnë vërtet njerëzit, domethënë. Ata më detyrojnë shumë mua, po pavarësisht se unë bëj falas të gjë. Okej. Shifja komentet që bravo i qoftë, Mirja bëri, e meritonte, se meritonte. Unë nuk e di nëse dikush që të bën diçka ti duhet t'ia kthesh në atë lloj mënyre, para dhe dyta kur je një personazh publik dhe e di ndikimin tënd që ke është diçka e shëmtuar. Fakti që Jozit i ka rritur ndjekësit flet shumë për shoqërinë tonë, për atë çfarë ne jemi, çfarë ne përkrajm, çfarë ne mbështesim dhe çfarë ne simpatizojmë. Është shumë e dhimbshme që shohësh komente pozitive për diçka të tillë, por në fundit mendoj se kemi deformuar pak si shoqëri me këto me faktin që kë duhet të marrim shembull dhe çfarë duhet të ndjekim. Domethënë, nëse dikush në Big Brother ka bërë një veprim të mirë ose është treguar besnik ndaj dikujt, nuk i ka bërë përshtypje askujt. Nëse dikush ka bërë një pabesi ose ka bërë një veprim të tillë, gjithë vëmendjen e merr ky. Domethënë, Jozi ka shfrytzuar dhe sekondën e fundit në atë Big Brother për të tërhequr vëmendje sipas mënyrës tij që mund të jetë. Mendoj se kjo është diçka që do i kushtoj shumë dhe do ndjeki gjatë gjithë kohës, por uroj që dhe njerëzit që janë jashtë ja vënë duke që ky është një gabim shumë i madh dhe nuk ka asnjë lloj vlerësimi dhe asnjë lloj përfitimi nga gjeste të tilla, jo ai, por askush që ndërmerr hapin për të bërë një veprim të tillë në emisione. Për gjestin kjo gjëja një para finale, si përkthehet? Shumë njerëz kanë komentuar që Jozi ja dha fitoren gjestit në duar. Po, shiko, po të bëjmë një kronologji të gjës, faktin që ndodhi ky debat dhe kjo prekje fizike, gjithashtu dhe me Daspën, unë mendoj se këto janë faktorizime kundrejt tij dhe mendoj se ka dhënë një ngritje aty, një ngritje dhe diferencim nga pjesa tjetër e shtëpisë. Mua më ka bërë habi në fakt se si harmonia që ka pushtuar këta dy, sidomos Laertin dhe Rozan, më duket pak e çuditshme. Dhe them, mos vallë këta dy kuptojnë që rrethanat e kësaj situate çojnë gjestin në fitore dhe e favorizojnë. Janë dorëzuar thua? Shoh një farë dorëzimi, një tërheqje nga loja, nuk e di, diçka të jo të bukur që unë nuk do e pëlqej ata kishin. Të paktën nga Rozana. Laerti ka treguar që edhe solidarizohet me situata, është i qetë, preferon që të ketë miq, të ketë bashkëndarës aty të shtëpisë, bashkëtues, të cilët diskutojnë dhe shpërndajnë vlera, por nga Rozana nuk e prisja të vazhdonte me atë debatet, me gjërat që ka patur për të paktën kundrejt Eglit. Shumë krah gjesit dhe Eglit të ditë, madje në dasëm shumë e dashur. Pas dasmës e kishte bërë një kështu dekor me petalet e ndafilit çiftit tek krevati dopjo, shumë e dashur. Ndërkohë, a nuk duhet të ishte kjo java ku duhet të numëronin të zezat njëri tjetrit? Po pra, pikërisht, kjo ishte java ku aty duhet të riktheni të gjitha historitë dhe për më tepër me Eglin, Rozana ka patur pafund raste
dhe debate për t'i sjell tani në finale dhe për të ngritur veten dhe për t'ulur atë. Me këto fakte që kanë ndodhur realisht, sepse Egli kur është kthyer në shtëpi, çfarë nuk i ka thënë Rozanës? Ofendime nga më ndryshmet dhe gjatë gjithë kohës dhe në prajme, ofendime që unë nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë dhe i mësova, faleminderit Eglit, por se di, nuk më pëlqen kjo farë tërheqje nga Rozana. Ndërsa për sa i përket Eglit, mendoj se është shembulli i gabuar që duhet të promovohet. Pse? Mendoj se po, sepse nuk un kam një antipati dhe kanë filluar të bëjnë dhe alergji njerëzit të cilët sakrifikojnë çdo gjë për të arritur diçka. Sakrifikojnë imazhin, sakrifikojnë atë familje për të cilët thanë se u rifutën për të çuar dinjitetin në vend. Nuk e di, nuk janë fare krah këtyre. Domethënë, dikush bën një kërkesë për dasëm dhe kjo është direkt për po. Po sepse ajo e ka dashur ato gjëra, ka kërkuar gjatë gjithë edicionit, ajo ka kërkuar të jetë me Gjesin, pra ajo ka luftuar për dashurinë, ajo Big Brotherin në vetë jetë dedikoi dashurisë. Shiko. Artion, unë nuk di dashuri. Unë mendoj diçka që njerëzit nuk gjykohen kur janë të dashuruar. Mendoj unë. Patjetër. Prandaj unë do të bëj një analizë dhe dashurisë dhe të rifutjes. Atëherë, unë nuk di dashuri që ty të bë ka kaq keq të përjeto ka të çon në një pikë shumë të rëndë të tënde psikologjike, ti del na kthesh pas 9 dite dhe je totalisht e çliruar nga këto emocione dhe kthjelluar me fjalët e familjes, me fjalët e atyre që duan dhe rikthesh për të sjellë diçka tjetër. Unë di që trajtimet psikologjike duan 6 muaj sipër për të bërë. Nëse Egli si Super Saiyan na del na përgdhel trurin, na kthehet për të sjellë diçka ndryshe dhe arrin në këto nivele sërish, duke fjetur me këtë djalë, duke i bërë gjitha gjërat që ka bërë dhe në fund dasmën patjetër që donte ta bënte sepse Egli dëshiron të jetë në qendër të vëmendjes, është e sëmurë për famë. Unë e kam parë me një skizofreni për famë shumë të frikshme. Dhe madje edhe para një jave kur kemi qenë në emision të Bieta e kam thënë që mos u habisni nëse ndodh një dasëm midis këtyre dy personave, se bëhet fjalë për çiftin më të kompletuar që mund të ketë patur Big Brotheri në 4 edicione, ku të dy janë të çmendur dhe sakrifikojnë çdo gjë për famë dhe për të arritur atje ku dëshirojnë. Qartë, ndërkohë, shumë interesante situata brenda shtëpisë, ato mbrëm kanë dalë xhiro të ndarë në dy grupe, Juli, dy çiftet. Dy çifte, kjo, Laerti Rozana, Gjesti Egli, ndërkohë luftohet për 100.000 euro. Si e parashikon ti këtë renditje nga pozicioni 4 deri i pari, e diskutojmë pas reklamave. Rikthehemi sërish në program dhe në këtë pjesë të fundit vazhdojmë bisedën për Big Brother. Artion, si e parashikon ti finalen në 19 prillit? Më bëj një analizë për secilin finalist, pse është aty dhe si e parashikon ti renditjen? Atëherë unë po bëj analizën në bazë të renditjes, po e nis nga numri 4. Për mendimin tim, personi që duhet të dali i pari nga kjo finale kaq e mrekullueshme dhe kaq e përfolur duhet jetë Egli. Duhet jetë Egli sepse mendoj që edhe kaq ka arrit shumë, falendëruese ndaj Gjestit, falendëruese ndaj publikut që dha mundësinë të rikthejnë në shtëpi pas një dalje sepse ishte pak e ngarkuar. Dhe mendoj se nuk ka më ngjyra për sjell. I ezauroi të gjitha ato çfarë kishte, arriti që të prekte edhe fundin duke u kthyer dhe atyre të cilët e kanë dashur dhe janë kujdesur për të, siç ka qenë Rozana, por dhe Laerti deri diku, Danja dhe shumë personazhe të tjerë që kanë qenë aty në shtëpi. E heqim këtë. Pastaj në vendin e tretë unë mendoj që do jetë Laerti. Mendoj Laertin, megjithse për mendimin tim ka qenë ndër personazhe që ka duruar më shumë debate, ka duruar më shumë ofendime, ka patur përballë persona si Gert Ferra që janë futur vetëm për t'i thënë gjitha të zezat që kanë qenë ose jo, këto nuk i vërteton ndoshta askush, por është historia e tyre. Mendoj se do mbahet mend si një zotëri që është empatik, është me edukat, respekton bashkëtuesit, respekton ledionin, opinionistët kur flasin. Mendoj se ka treguar një imazh të një njeriu 50 vjeç, por edhe në moshë më të vogël, që duhet ndjekur dhe duhet ta kemi pranë nesh. Në vend dytë mendoj të jetë Gjesti. Me gjitha gjërat e bukura që ka sjell, edhe ato negative që mund të ketë sjell, gjithsesi aty është një lojë e gjatë, luftohet për 100.000 euro. Unë mendoj se vetëm ky fakt justifikon shumë prej veprimeve që ndodhin aty dhe le të jetë kështu. Historia me Eglin ka qenë një histori që u ka shërbyer dyve, siç e thash dhe pak më parë.
mendoj se sa i lojtari fort është Gjesi u kuptua pas daljes së Eglit, ku pati një stopim shumë të gjatë. Ndërsa në finale dhe fituese sipas konceptit tim është Rozana Radi me gjitha ngjyrat që ka sjell, ka treguar një femër të fortë me tipare mashkulli që aty kanë qenë meshkuj që nuk i kanë pas këto tipare, por i ka pas Rozana, kështu që janë kompensuar deri diku. Një grua e fortë, një grua që lufton për ato gjëra çfarë do, një grua e suksesshme, një femër e suksesshme dhe historia e saj personale mendoj se ka prekur edhe shumë publikun i cili i mbështet këto rastet e dhimbshme dhe të vuajtura në jetën e çdo kujt për ne, jo vetëm persona që janë të famshëm dhe tregojnë dhe ndaj historitë e tyre. Kështu që un jam tek Rozana fituese, Gjesti, Laerti dhe Egli. E kuptoj. Pavarësisht që the pak më parë që Rozana në show disi të dorëzuar, mendoj që fiton Rozana. Po, mendoj se fakti i historisë së dasmës për brenda lojës mund të kenë ndikuar negativisht në lojë, por në publik jo thua. Por mendoj se publiku tashmë e ka krijuar atë perceptimin e vet dhe mendoj se nga historia e Gjesit dhe Eglit i pa të gjitha, kjo ishte edhe kulmi. Dasma nuk ishte një dasëm reale, nuk duhet të keq kuptohet që këta janë burrë grua siç ishte aty. Jo. Dasma është një dasëm që është bërë për aty. Dasmat janë gjithmonë në kuadrin e Big Brother. Në kuadrin e Big Brotherit, po. Kështu që mendoj se Rozana meriton më së miri fitoren. Laerti ka fituar shumë nga ky Big Brother, ka shfaqur një pjesë të tij që nuk e ka shfaq asnjëherë në kaq kohë sa është pjesë e televizioneve dhe teatrit, kështu që mendoj në fakt që të gjithë personazhet që ishin këtë vit në Big Brother kanë fituar, kanë shijuar një eksperiencë që do t'ju vlejë dhe do ta mbajnë mend gjithë jetën, po ashtu edhe publiku ka shijuar shumë nga ky Big Brother dhe do i kujtoj dhe do i përkraj dhe kur të jenë jashtë gjithë konkurrentët. Siç ka ndodhur dhe me ty dhe me shumë tjerë që kanë qenë Big Brother. Çfarë gjithçka mbetet për tu parë në finalen e të shtunës mbrëma të 19 prillit, i cili finali do të zhvillohet në Top Channel në 2 studio paralele, një mbrëmje spektakolare. Deri atëherë ne do vazhdojmë të komentojmë, por besoj që do kemi pafundësisht gjëra për të komentuar edhe pas finales, se nuk ka finale pa drama. Qoftë në Big Brother apo qoftë në kompeticione të tjera. Artyon Bakaj, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Edhe unë të falenderoj të. Dhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Danko, çfarë kemi tani i dashur? Kemi një këngë shumë të bukur